7 profesionet e para me të cilat qytetarët shqiptar punësojnë lirisht në vendet e Bashkimit Evropian pa patur nevojë për ritrajnime apo njohje të reja të diplomave po negociohen. Drejtuesja e projektit të ekspertizës gjermane pranë qeverisë shqiptare për grup kapitullin 2 Blerina Raça i tha televizionit publik në emisionin Kuota se rregullimi ligjor siguron që profesionistët e këtyre fushave të punojnë me të njëjtat të drejta si homologët e tyre europian. Shqipëria është duke bërë përparime për sa i përket parafrimit të legjislacionit, 7 profesione të rëndësishme që janë mjekët, infermierët, dentistët, farmacistët, mamit, arkitektët edhe veterinerët. Dhe kjo do të thotë që në momentin që ne do të bëhemi vëndantar, të paktën këto 7 profesione, diplomat e tyre do të njihen automatikisht. Ndërsa bisedimet për këto profesione janë pjesë e kapitullit 3, lëvizja e lirë e shërbimeve, i gjithë grup kapitulli është sfidë për të përgatitur Shqipërinë që të hyjë në tregun evropian. Tregu evropian është një treg i cili numëron rreth 465 milion konsumator, janë mbi 32 milion kompani dhe Bashkimi Evropian mban, të themi, vendin e parë në botë për sa i përket tregtisë në shërbime. Integrimi evropian është një proces konkret, personal dhe ekonomik, dhe njohja e ndërsjellë e profesioneve me Bashkimin Evropian është një prej këtyre konkretizimeve.